Kajani është shumë i rëndësishëm. Kajani djali i Lalierit dhe i Ajolës. Dhe ka 2 gjyshe, shumë në formë fizikisht, mund të marri jo 2, po 12 dado, ti paguaj se ka bërë miliona, bashkë me gruan e tij, duke shpikur fondacione e kompaniera pa fund me ca emra të çuditshëm, dhe që kanë bërë shpenzime kolosale për veshjet, që do t'i kishte zili edhe bashkëshortja dhe zonja e parë e Filipineve në atë kohë, Imelda Romualdez Marquez, gruaja e presidentit diktator famkeq Ferdinand Marcos, dhe tani janë rikthyer dhe ata në Filipine, djali i tij dhe vajza e tij janë përsëri në pushtet, por ajo, pra Imelda, një lloj si Ajola, kishte koleksionin më të madh në botë të çantave Firmato, nga më të shtrenjtat, që nga Hermesi e Gucci e Stefano Ricci e Pierre Cardin e tjerë, dhe deri te koleksioni prej 3000 palë këpucësh. Imagjino tash, edhe 10 palë ditë sikur të veshësh, sosen ato këpucë, ti ndrosh 10 herë. Kështu dhe Ajola kishte bërë blerje të deklaruara 869.000 euro, po të pa deklaruarat mund të jenë dhe 10 herë më shumë, dhe kishte arritë që deri edhe një palë tanga, më falë domethënë për shprehjen, po tash ato kështu quhen, me gur të çmuar, të kushtojnë 3.000 euro. Pra, kjo Claudia Schiffer apo Naomi Campbell, merre si duash ti top modelen e Lalierit, kjo pas ka këtë të drejtë. Edhe diçka tjetër, se kam frikë se do të harroj. Pse këta 2, ish kryebashkiak dhe kryebashkiak, si Edi Rama, si Lalieri, tani ky kryeministri Ainburg, pse këta nuk jetojnë në Tiranë? Ja ke bërë ndonjëherë këtë pyetje vetes, ose shqiptarët duhet ja bëjnë këtë pyetje më zotëri? Këta janë kryezotrit e Tiranës. Pse këta nuk jetojnë si ne? Po thoni se nuk jetojnë në shtëpi në qendër tuan. Pra, ata jetojnë në bunkerin antiatomik, që nuk e dim sa milion euro kushton. Lalieri nga kodra e diellit a kodra mbrapa diellit, nuk e dim ku e ka, se ka disa vila ai që ja dhurojnë këta, që i japin leje ndërtimi, që marrin leje ndërtimi, dhe këta jetokan në ajër të pasur me oksigjen të dëndur, kurse ne duhet jetojmë me plurin dhe tymin e makinave të vjetruara që djegin naftën në mënyrë skandaloze. Vetëm për këtë ata s'duhet të meritojnë asnjë votë. Se s'po flas për atë tjetër që del goxhabur 2 metra i gjatë si thot vet, që gjoja s'është hajdut 2 metrash, po doli që Ilir Beqa që është pa që gjatë doli hajdut dhe është në burg tani. Dhe ky njeri na doli lakuriq. Si mund të votohet për një kryeministër? Kush janë ata? A kanë gra, a kanë nëna, a kanë motra, a kanë vajza? Kur shohin Edi Ramën nudo. Dhe kulmi është bën dhe shkelit të rënd ligjore, që mund të akuzohet shumë mirë nga Spaku për pornografi, për hapje dhe propagandë pornografike. Ju thot fëmijëve, futuni në Google dhe shikoni fotografitë e mia nudo. Për ka më turp më të madh. Ore, kjo është për t'i vënë duart në kokë. Zoti Topollaj, po, ju lutem. Kam çfarë them më, mos e Kam një pyetje të fundit, ju lutem thoni në gjykimin tuaj, si mund të frymëzoj tani për ta nisur edhe një herë betejën opozita, pra çfarë duhet bëj, duke nisur se ndoshta mund të ketë edhe brenda pakenajsi që mund të shpërthejnë tani, mund të kërkojnë dorëheqjen e zotit Berisha, se mund të jenë segmente caktuara, për shembull, një nga antarët e PD-s shkruante sot që Dash Sula, që ka 4 gjëra që e kanë varrosur PD-n, thoshte ai. Nuk është antar i PD-s, më fal. Ish deputet. Dash Sula është larguar. Ish deputet i PD-s dhe ish antar i Këshillit Kombëtar të PD-s, është larguar, e ka humbur të drejtën morale. Çfarë mund të bëj? Çfarë mund të bëj tani? Ashtu siç e ka humbur dhe Agron Shehaj. Diti në një arsye të vërtet pse ai iku nga PD-ja? Jo. Pasuria e tij 30 milion euro me call center etj. Nuk e di arsyen, iku, krijoi këtë mundësia që është kjo, që mori një 2-3% dhe kaq. Po ama të gjitha këto partitë, se dhe kjo duhet thënë. Arlind Qorri, Adriatik Llapa, Endrit Shabani dhe gjithë të tjerët që kanë ikur si filiale
të dalë nga PD-ja, po janë të gjithë karrieristat të smurë dhe është edhe Basha. Që patjetër mendoj unë janë përkthjelur në forma nga më të ndryshmet nga Rama, të gjithë këta ikën për t'i prishur punë PD-s dhe ja rezultati. Një nga arsyet, se thamë, arsye e parë është ikja e 1.100.000 njerëzve, arsye e dytë, zmadhimi i administratës, 2-3 fishuar, arsye e tretë, krijimi i këtyre partiçkave, që vetëm për të prishur punë për të hequr vota. Se po të ishin gjitha bashkë, siç u takonte që këta thonë jemi opozitar dhe të djathtë, PD-ja sot ishte e fituar nga zgjedhjet e 11 majit. Po çfarë do të bëj tani? Po tani është jo shpejt, po është akoma e padrejtë të flasim sepse s'ka dalë rezultati. Do ta presim rezultatin. Kur ta shikojmë të vërtetën në sy, kur të ballafaqohemi me ato shifra që këta do publikojnë, edhe pse e di shumë mirë unë të vërtetën, se po të kujtoj dhe një detaj tjetër që lidhet me këtë, edhe me ndershmërinë e këtyre institucioneve shqiptare. Të kujtohet i nderuar Dylber censusi i regjistrimit popullsisë? A e diti se për sa minuta dele rezultati i të gjithë të dhënave pra censusit të popullsisë me sistemin e sofistikuar të serverave dhe kompjuterave? Për 15 minuta mblidhen të gjitha. Ato publikuan pas 6 muaj, 9 muaj. 9 muaj. Pse? Po duheshin përpunuar shifrat, ashtu si donte Babloku, si donte komandanti legjendar, shoku Edver, dhe kjo është e gjitha. Edhe për këto rezultate, ta shikosh ti që pse do zvarritet publikimi. Do zvarritet që të ftohet hadva. Se kshu e nxehtë, ju djeg atyre në gojë. Edhe pse është me luk druri e përzier. Ata do t'i zgjasin rezultatet, Celibashin, kryetarin Mao të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, aty e kanë, edhe do filloj jo po kjo, jo pa jo, po shqyrtojmë këtë, dhe se prap kujtohet në gjë, do më falish edhe 1 minutë, si qëndron puna me votat e diasporës. Kush i mori këto 9.8 milion eurot? I mori DHL-ja, ja dha qeveria dhe KQZ-ja, i kërkon llogari ku janë 50.000 zarfa që s'kan ardhur? Tjetër, i kërkon llogari DHL-s, ç'pun kanë ambasadat me zarfat e emigrantëve që kanë votuar? Në Greqi dhe Itali është fakti stërprovuar që u morën ambasadat. Dhe në fund, avioni i fundit, dje, erdhi 1 orë para se të mbylleshin kutitë e votimit. Po sa duhet që të shkarkohen kutitë, e të numërohen, sa duhet të vinë, dhe sa duhet kohë të pranohen, pra a nuk i kishin bërë këto llogari që duhet vinin para datës 11? Përpunuesit aty janë. Dhe në fund, incidentet, ka turp më të madh, drejtora të rëndësishëm, shefa, funksionar të lartë të Partisë Socialiste, iknin me vrap, edhe pse kamerat po i filmonin. I pe besoj ato të zyra Erion Braçës, apo sjelljet e atyre trimave në Vorë, apo në Dibër me Maybach 450.000 euro, Maybach i blinduar 009, apo Range Rover i kryebashkiakut Burrelit 119.000 lira sterlina. Ç'është që bashkia më e varfër në Shqipëri, kryetari merr Range Rover 119.000 euro. Sa pensioni i 1.190 pensionistëve e blen ai Range Roverin. Me lekët e kujtëmër, me taksat e shqiptarëve, bleje me lekët e tua, sa të duesh e si të duesh, në qoftë se i ke të pastra. Po s'ka lekë të pastra të këta, mafioza. Kjo është e vërteta e madhe dhe dua të mbyll me këtë fjalë. Sa tjetë Ramsesi i 3, i 4 apo i 5, si dush vërja, tash i duhet i themi Ramsesi i 4, se hyri për mandatin e 4, nuk ka zgjedhje në Shqipëri. Jo të lira, po nuk ka zgjedhje fare. Është një formalitet, një absurditet të besosh se në Shqipëri bëhen zgjedhje të lira dhe demokratike. Dhe kjo Shqipëri pretendon të hyjë në Europë. Në vitin 3000, që unë e ti dihet se ku do jemi, Shqipëria mund të kandidoj, se për të futur në BE asnjëherë po tjetë Ramsesi i 4 në pushtet.
Zoti Topollaj, falenderoj shumë për analizën e drejtë për drejtë të gjithë këtyre çështjeve që diskutuam. Edhe unë të falenderoj dhe të uroj çdo të mirë dhe uroj më të mirën për Shqipërinë dhe për shqiptarët si një qytetar i thjeshtë që jam dhe që dëshiroj të mirën e vendit tim edhe të popullit tim. Nuk e paragjykoj popullin, nuk e bëj atë gabim, është një autogol i pafalshëm për këdo që të shaj popullin. Populli e di vetë, ashtu ka votuar ata që kanë votuar dhe arsyet e tjera besoj se dolën nga kjo bisedë për bashkët, simas optikës time, e cila nuk kërkon dhe mendimi tim nuk i kërkon askujt të imponohet, pra unë s'kërkoj askush të besoj këtë që them unë, vetëm po tjetë i mençur dhe trim, le të më kundërshtoj duke më vërtetuar të kundër. Po gjeti qoftë edhe diçka të pasakt. Faleminderit. Faleminderit shumë dhe një herë të uroj më të mira, rrofsh.